Ju përshëndes miq. Surpriza e radhës na ka sjell këtu në fshatin Kapshticë për të surprizuar zonjën Mude me rastin e 70 vjetorit të saj. Këtu janë përbashkë të gjithë fëmijët për t'i shuar ne këto urime të bukura. Shkojmë ta surprizojmë. A doni miq? Mirë se ju gjej, mirë se po si do ju linim vetën e? Mashallah. Edhe 100 vite e gësot, jetë dhe shëndet. Shpo bene, ngrohtë se sot fry një herë e ftohtë në fakt. Nuk është si çdo ditë. Jo, sot do ishëm bilisur në freskët. E mirë nga ata timbrat ose pranverat e mëparshme nuk kam ne, por fry pak herë. Mirë se ju gjej këtu në shtëpi. Edhe le ta themi, nuk është një ditëlindje e zakonshme, por është një përvitor. 7 dekada plot. 70 vjetar. Je vetëm me bashkëshortin. Të dy jemi, të dy. Keni 4 fëmijë, më thanë. Se ne i marrim pak të vena, i bashim me jetë dhe me shëndet. Faleminderit të shumë. Një djalë dhe 3 vajza. 3 vajza, po. E nëntën e prandes. Ua, 9 herë gjysher. Nuk ka më bukur. Nuk ka më bukur. Edhe thonë që mjalti. Mjalti. Derisa ta provojmë, po i besojmë fjalët e njerëzve. Mjalti. Po duhet shumë. Duhen shumë edhe faleminderit shumë për surprizën sotit i begatoj me gjithë mirësit. Edhe i kam gjanë e shpirt për ata Jetojnë. Ata jetoj edhe ata janë fryma ime. Është e vërtetë. Nëse njeriu është prind, bën jetën e fëmijëve të unë, po ashtu të një përvete të besave. Do që t'i ketë mirë me të gjitha gjërat. Elhamdulillah Zotit. Mirë i kemi shqyqyra i që mirë o Zotit. Kjo është dhe unë them që ky 70 vjetor të gjetë lumtur sepse fëmijët i ke mirë. Ki vetëm bashkëshorti, nuk është se ke ndonjërin këtu sot. Jo, i kemi të Prandaj lartë. jo gjeta. I kemi të lartë. Të lartë. Po ku jetojnë? Ku jetojnë, djalin e kemi në Itali, një qupë në Greqi, një në Tiranë, një në Dorë, qupa. Do me veni pas keni 2 këtu, si do qoftë brenda Shqipërie. E këtu i kemi ato, Pastaj Greqi, Itali. vejmë shpesh dhe ato. Sa mirë. Dëgjoj, fëmijët janë përbashkë, po kush mendon se na i ka bërë porosinën e? Po tash Tash kush e ka Se bërë? shquan do se jeni të gjithë bashkë, një foto super e bukur. Një familje e bukur. Kush mund të na kete kontaktuar ne? Se di përveç se 5 mirë. Ne Të besime tërë të do kenë shkon? konkur, po. Po, bashkë, pa dyshim që njeri i bën porosinë. Po dëgjoj pak këtë kartolinë urimi. Gëzuar 70 vjetorin. Sot festojmë 70 vite pranvera të tua, vite plot dashuri, durim dhe bekim. Ti je drita që shtëpisë i jep ngrohtësi, zemra që na ka mbajtur gjithmonë në përqafim. Dhe pranë teje gjithmonë qëndron babi, i qetë, i fortë, i qeshur si dielli, mbështetje për ne dhe për ty. Sot ju themi nga zemra, gëzuar për vjetorin. Qofsh gjithmonë e rrethuar me gëzim e bekim. Zoti ju dhënë të dyve, jetë të gjatë, shëndet dhe begati. Ju duam më shumë se fjalët mund të tregojnë. Faleminderit për gjithçka që na keni dhënë. Dashuria jon për ju nuk mbaron kurrë, ashtu si edhe e juaja ndaj nesh, fëmijët tuaj. Ashtu, faleminderit Për shumë. mamin dhe për babin. Një dashuri Shumë. e pa masë, e pa zvendësueshme me unë, e dy anshme. Ta gëzosh të 70 vjetor. Faleminderit shumë. Ata janë një pritim i bukur. po. E kemi bërë një kartolinë të bukur, sepse dhe familja aty është e bukur. Qofshi të bekuar. Faleminderit.
U përpoqëm çdo gjë ta bëni me shumë ngjyra. Me ngjyra e pas gjithë jetën tënde, me lumturi, me begati, gjithë të mirat e uroj. Faleminderit. A të pëlqen? Faleminderit. Super, Shumë e pëlqen. bukur, shumë. Faleminderit. Në emër të fëmijëve unë po ta jap. Faleminderit shumë. Kemi dhe numrin 70. Edhe në 100 vite i sësh. Unë po i vendos këtu. Nuk është se fëmijët janë mjaftuar vetëm me këto, me numrin balona, me buqetën, me tortën. Ndonin diçka të ngjelle kujtim. Unë po e hap. Është një bizylyk, argjendi në fakt. Se e kopsita, ta gëzosh, ta gëzosh. Faleminderit, faleminderit. Kemi dhe një super tortë. Ta gëzosh për mu dhe shëndet. Faleminderit. Faleminderit shumë. Tortë me lule të kuqe, me shkrimin gëzuar ditëlindjen e shtrenjta nen. Faleminderit shumë, Zoti. Ja përshëndet edhe gjithë të mirat, sepse kudo që t'jetë fëmija, mendon për prindrit, kokën e mban pas. Po tijet ajo. Tani me bashkëshortin do këndojmë, se fëmijët janë në përpunët. Shumë urime për ty, shumë urime për ty, shumë urime për mami, shumë urime për ty. Mendoj një dëshirë dhe ti. Urime, jetë dhe shëndet, gjithë të mira. Të vejtë të më rinë që ka morë Zotë, një begatoj në gjithë mirësi të Zotë. Amin të lungoj. Ata janë jeta jonë, firma jonë. Për ata jetojnë. Shpresojmë të kemi kënaqur. Shumë Të jelet një 70 vjetor i bukur. Pa dyshim që ti do doje ti kishe këtu. Po, pa tjetër. Por kështu janë kushtet, edhe le ta themi që erdhën nëpërmjet nesh, në këtë formë tjetër. Prap me respekt dhe me dashuri pa dyshim. Ashtu është, shumë T'jap një përqafim në emër të fëmijëve. Faleminderit shumë. Jetë dhe shëndet. Faleminderit. Zonja e Renqin, gëzoftë, jetë dhe shëndet të keni familjarisht. A i kishit marrë një tortë? Apo ajo zemre e nenës priste diçka? Priste shtë drejta. Priste. Isnja